Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Del në shesh e vërteta, Egli ngeli shtatësën me Gjestin dhe abortoi fëmijën. Gjesti dhe Egli janë një ndër çiftet më të komentuara të këtij edicioni në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ata janë diskutuar shumë për polemikat që kanë pasur në marrëdhënien e tyre dhe mënyrën se si Gjesti e trajtonte Eglin. Së fundmi një video është bërë virale në rrjetet sociale ku Gjesti shprehet konkretisht me fjalët: "Veç bab nuk ngela me u bë, blem të gjitha rrobat, por nuk arritëm dot ta bënim fëmijën." Këto fjalë drejton Eglit dhe kjo video është shoqëruar gjithandej me mbishkrimin që Egli ka ngelur shtatzën me Gjestin dhe ato 9 ditë ku ajo u largua ishin pikërisht ditët kur ajo kreu abortin. Është faktikisht një konspiracion i cili po qarkullon gjithandej dhe konsiderohet si e vërtetë.